Në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama ka zbuluar se zëvendës kryeministrja, njëherësh ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, i ka dorëzuar dorëheqjen 3 herë deri tani, por ka qenë ai që ka refuzuar ta pranojë. Kryeministri theksoi se dorëheqja nën presion dhe në cënim të pushtetit ekzekutiv nuk mund të pranohej, duke i dhënë mbështetje zëvendës kryeministres për qëndrimin e saj. Për sa i përket pastaj çështjes rastit konkret, e përsëris, rasti konkret është në një tjetër proces. Nuk është më i lidhur me pezullimin. Dhe që ti jemi shumë të qartë bashkë, Belinda Balluku ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen. I kam atje në dosje. 3 herë. 1 herë kur ju ngrit akuza, herën e dytë kur ju bë pezullimi i parë dhe herën e tretë mbasi gjykata kushtetuese nuk mori vendim. Dhe të 3 herët jam unë që kam refuzuar dorëheqjen. Sepse dorëheqje nën presionin e një fuqie që ka dalë nga territori vet dhe është futur në territorin e pavarësisë pushtetit ekzekutiv nuk ka. Dhe jam falenderues për faktin që nuk ka persistuar, po ka vazhduar ta marrë gjitha të balt mbi fytyrë, sepse unë nuk e pranoj dorëheqjen deri kur të plotësohen kushtet. Dhe se kur plotësohen kushtet nuk e përcakton dot as prokurori, as gjykatësi i seancës paraprake, as media dhe as gjyqi popullor. Sepse nëse do të hynim në këtë logjik, atëherë do t'i hapnim rrugë një historie që do të dëmtonte seriozisht kapacitetin e pushtetit ekzekutiv për të qeverisur. Rama theksoi se çështja për ndryshime ligjore në kodin e procedurës penale e prezantuar nga socialistët nuk ka lidhje me situatën e Ballukut dhe se rasti i saj do të trajtohet në kuvend me përgjegjësi, ku do të diskutohet për imunitetin dhe do të kalojë më pas për votim. Nisma thjesht dhe vetëm adreson një juristët e quajnë boshllëk, unë them një problem që nuk duhet shfaqet më. Ose duhet i shkoj më në mend askujt që me fuqinë e prokurorit edhe me verbërinë e gjykatësit që i shkon prokurorit nga mbrapa pa arsyetuar të marrë peng një funksion kushtetues. Kjo është kaq dhe është e thjeshtë. Ndërsa rasti konkret është në proces në Kuvendin e Shqipërisë dhe do trajtohet me gjithë përgjegjësinë që ne kemi si shumicë qeverisëse. Dhe kush i lidh të dyja duhet të ketë parasysh që edhe në aspektin kohor, nëse unë nuk gaboj në llogarinë e kohës, Parlamenti do të shprehet përpara për imunitetin dhe më pas do të kalojë në vot ky ndryshim. Kështu që s'ka asnjë lidhje me rastin konkret. Sipas tij, Parlamenti do të shprehet përpara për imunitetin dhe më pas do të kalojë në vot ndryshimi i propozuar.